Çfarë ka besimtari ndryshe nga jo besimtari? Pikërisht sepse ne duhet ndalim këtë rol. E ka po dhe që duhet ta promovoj. Pra nëse ne konstatojmë një shoqëri që e ka pluar nga kjo sëmundje, okej, kush është roli yt? Ti mu ta shpjegosh dhe pastaj kam një pyetje, a kemi ne çdo kush një fidan në dorë? Besimtari është ai i cili personalisht, sa herë që ballafaqohem me sprova, them pavarësisht çdo sprove, unë besoj në një Zot. Besoj në pejgamberin i cili ka qenë i dërguar i Zotit, edhe çdo fjalë e tij është e vërtetë. Besoj në një ditë gjykimi, besoj dhe në një peshore e cila ka një drejtësi të jashtëzakonshme, sepse është peshorja e krijuesit. Edhe kjo mua më jep një shpresë të jashtëzakonshme, një vullnet dhe një forcë të jashtëzakonshme. Se pavarësisht vështirësive që ne kemi, pavarësisht sfidave që ne kemi, pavarësisht padrejtësive që ne na bëhen, ne këtu jemi të përkohshëm, edhe kemi një mision akoma më të gjatë në një botë tjetër që është bota e përjetshme. Pra besimtari është ai i cili ka gjithmonë shpresë. Madje unë mund të them që feja islame është feja shpresës. Nuk ka logjik që të ketë një besimtar dëshpërim të madh, sepse një dëshpërim i madh, një humbje e madhe e shpresës, nuk përputhet me besimin tënd në një krijues i cili është i plot fuqishëm, i drejtë, edhe që do japi një drejtësi të jashtëzakonshme, që është gjyqtari dhe gjykuesi suprem. Prandaj besoj që besimtarët janë privilegjuar me fenë që kanë, sepse mbi të gjitha jep forcë dhe vullnet për të vazhduar pavarësisht çdo lloj sfide, pavarësisht çdo lloj situate që ato ballafaqohen.